Bes Kallaku është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes publike, këtë herë përmes një rrëfimi. I ftuar në një intervistë, aktori foli hapur për kapitujt e mbyllur të jetës së tij, përfshirë dhe divorci me Xhencila Mirtezajin, një temë që vijon të ngjallë interes. Pa hyrë në detaje personale, Kallaku shpreh se e shkuara për të është një histori e mbyllur. Ai theksoi se është i përqendruar te e tashmja dhe te rruga që po ndërton sot, larg ngarkesave emocionale të së kaluarës. E shkuara ime është vdekur, unë po jetoj të sotmen, tha ai duke nënvizuar se nuk është e veten si dikë të jashtëzakonshëm, por si një njeri që kalon gjurmë pozitive në jetën e të tjerëve. Gjatë bisedës, aktori ndau dhe mendimet e tij mbi zhgënjimet që ka përjetuar nga njerëzit që dikur i kishte pranë. Ai foli dhe për sakrificat dhe ndihmën që u ka dhënë njerëzve ndër vite, duke shtuar se jo gjithmonë mirësia kthehet në të njëjtën formë. Megjithatë, mesazhi i tij ishte i qartë: çdo natë sa do i gjatë të jetë përfundon me lindjen e diellit. Zoti është me mua, kush mund të jetë kundër meje? Përveç se ju kam dhënë dorën, ju kam dhënë dhe bukën. Sa do të zgjas nata, do lind dielli, do të vi dita. Sa armiq që kemi dhe sa armiq që kemi përreth. Pasuria ime më e madhe janë dy fëmijët e mi, nëna dhe babai im. E marrim jetën për të mirë qenë, sikur s'do na ndodh kurrë e keqja. Ndëroi jetë dhe shpati shkret. A kishte plane për sot? Deklaroi Bes Kallaku në një intervistë komplet ndryshe. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.